Edi Rama vendos që problemet midis dy partnerëve privat në aeroportin e Vlorës të zgjidhen jo si në gjithë botën me rrugën gjyqësore apo arbitrazhet, midis tyre pa patur asnjë implikacion për shtetin dhe takspaguesit, vendos të bëhet palë të prish kontratën me Pacollin. Prishja e kontratës me Pacollin nxjerr Edi Ramën dhe lubin e tij lakuriq para shqiptarëve se ato janë aksionerë. Se Edi Rama dhe Lubia, të cilët ndërhyjnë në sherrin, në grinjen, në diskordancat midis dy partnerëve privat, dëshmojnë se partneri privat i tretë i vërtet janë ata të dy. Dhe mbi këtë bazë merr përsipër aktin e pashembullt të prishjes së kontratës me koncesionarin. Në një kohë kur koncesionari është i gatshëm ta përfundojë aeroportin në kohën e duhur dhe ta vërë në funksion. Me këtë akt, Edi Rama vetëm se zbulon veten e tij. Se ato aksione 40% të turkut, të kompanisë turke, ato janë për Ballukun, për Ramën dhe Ballukun. Sepse nuk mund të ketë një vërbëri, nuk mund të ketë një akt kurrë që qeveria të futet në zjarr dhe të marrë tani përsipër gjoba që mund të shkojnë edhe 500 milion euro. Nuk ka çmenduri më të madhe, por kjo bëhet sepse Edi Rama dhe Lubia janë aksionerët e vërtet të aksioneve të kompanisë turke dhe ata kanë përcaktuar për veten e tyre 130 milion euro biletat munguara.